opozitës Sali Berisha është kthyer sot në vendlindjen e tij në Tropoj për të zhvilluar takimin e radhës elektoral në kuadër të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Përpara tropojanëve, Berisha akuzoi Ramën se në 12 vite qeverisje ka patur shumë pak investime. Kuksi, Hasi, Puka, Tropoja, Vajdez kanë marrë në 12 vite më pak se që ka vjedhur motra Tërmet Peçit parat të takspaguesve shqiptarë. Në zona tjera në jug, ai ka dërguar qindra milion. Mos mendoni ju se përfituan banorët e jugut? Absolutisht jo. Berisha u ndalte vendimi i shpalljes së tij non grata, duke bërë një paralajmërim të fortë. Tani dy fjalë do u them ju këtu. Ai që firmosi me lobimin e Sorosit dhe të Edi Ramës, ai bëri dy gabime të mëdha. E para, gaboj sepse ne shqiptarët e kemi në kod dhe gene adhurimin për mikun, po e kemi dhe një fjalë. Zot, ruajna nga miku, se nga miku ruhem vetë. Ai e bëri këtë gabim të madh. Ku është ky njeri? Sot, ky është në koshën e plerave të historisë së vendit të tij. I padëshruar në të gjitha ndërtesat federative të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i shpallur nga presidenti Donald Trump. Edi Rama, të jap fjalën se do përfundosh më keq se ai. Për kreun e PD-s, çdo votë e dërguar për Partinë Socialiste dhe Edi Ramën është tradhti ndaj vendit.